Ose ti i mbledh të gjithë drejtori juridik dhe i thua, tani si e prishim të kontratën e? Si e ribëjmë tenderinga e para? Për atë pjesë të shërbimit që na ka mbetur? Pra, financat i bje. Po, pra kjo e para, por vjen pas i ke pezulluar pagesat një. Po, për shkak e mund të t'jap ty pagesë, ti po dyshohesh se ke vjedhur para publike, unë vazhdoj të paguaj ty. Nuk mund të ndodhi kjo. Po mira, ka lënë dhe kolaps nëse kjo gjëja nuk ndodh? Për sa kohë që, jo, merre tenderin, ka mbetë shërbimi për të bërë, po më bëj prap. Sa kohë të ka mbetë 6 muaj për të bërë, bëj prap. Për shkak të ti më. Për shkak po, sepse ti je subjekt penal tashmë. Edhe në klauzolat që ka në çdo kontratë publike që ke, në qoftë se ti je subjekt penal, për këtë çështje, pra për çështjen e abuzimit me fondet publike, në një kontratë të fondeve publike, automatikisht shteti lind drejta për ta pezulluar kontratën. Për të vazhduar aktivitetin dhe në rast se ti provon në gjykatë që je i pafajshëm, sepse ata prezumojnë të pafajshëm deri në fund, atëherë pezullimi anullohet. Dhe ti vazhdon përfiton kontrata në momentin që ke që deli pafajshëm.